Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë vera për ju. Ju uroj një verë sa më të mbar të gjithve, sepse po përfundon pranvera dhe po vjen vera. Gjithsesi, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim se çfarë do na sjelli ky lexim. Ju ftoj të gjithëve të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, videot me tema për dashurinë, por dhe videot e muajit maj, sepse përfshihet i gjithë muaji. Atëherë kemi energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së demit, por kemi dhe energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi nuk është e rëndësishme, energjitë ju mund ta merrni të gjithë së bashku si lexim. Shoh që në fillim të kësaj vere do ketë një konkurrencë të fortë. Mund të jetë që ju mund të keni disa konflikte në një rast, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, mund të ketë shumë konkurrencë te vendi punës. Ju jeni duke kërkuar një punë dhe aty do shikoni që ka shumë konkurrencë, ku secili lufton për ta kapur atë vend pune. Gjithsesi, ju do jeni duke luftuar për të arritur qëllimin tuaj. Ju shoh që intuita do t'ju ndihmojë gjatë kësaj vere në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ose në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Disa mund të keni edhe konflikte në familje. Gjithsesi është një verë ku ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar dhe do fusni besime të reja. Ndërkohë ju shoh që do pranoni çdo gjë me përullësi dhe me mençuri. Dhe do jeni në kërkim të gjithçkaje. Një pjesë prej jush mund të jeni në kërkim të flerteve, të romancave, ose në kërkim të një dashurie. Për pjesën tjetër mund të jeni në kërkim për të shkuar diku me pushime, ose për të udhëtuar, për të prenotuar, ndoshta në lidhje me pushimet që do bëni gjatë kësaj vere. Një pjesë tjetër mund të jeni në kërkim të projekteve, të bashkëpunimeve të ndryshme, por edhe në lidhje me karrierën. Gjithsesi do t'i hapim të shohim të gjitha dhe shohim çfarë na sjellin pesa e shkopinjve. Ju do jeni në pritje të përgjigjeve. Një pjesë prej jush mund të jeni në konflikt me veten dhe jeni duke pritur përgjigje nga një person. Ose për pjesën tjetër mund të jeni duke pritur për të udhëtuar, për të shkuar jashtë shtetit, një pjesë për të kthyer në vendin e tyre, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni në pritje të një përgjigjeje për një shtatzani, për një vend pune, ose një pjesë tjetër në lidhje me projektet ose bashkëpunimet, por edhe në lidhje me një konkurrencë të fortë që mund të gjeni në lidhje me punën tuaj. Ju shoh që do mendoni shumë për anën ekonomike. Një pjesë prej jush mund t'ju mbështesi një person nga ana ekonomike. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit dhe të tokës, ose ju do arrini të stabilizoni anën tuaj ekonomike. Një pjesë prej jush mund t'jenë në pritje të përgjigjeve në lidhje me parat, me disa para ose me anën tuaj ekonomike. Ndërsa në lidhje me dashurinë, ju shoh që jeni duke pritur një përgjigje, prisni një person që t'ju vi. Ndërkohë jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë person. Mund të ndjeni dhe pak në konflikt me veten, nëse ky person do vi ose jo. Dhe kemi kartën e intuitës. Çfarë ju thot intuita gjatë verës? Intuita do t'ju ndihmoj, kemi energjitë shenjave të tokës, por dhe të ajrit. Gjithsesi tham që është leximi i përgjithshëm, përfshin gjitha shenjat. Ju do investoni te një person i veçantë, por duke dëgjuar intuitën tuaj.
ose duke bërë diçka në lidhje me këtë person që ju keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi ju shoh pak të lodhur, një pjesë prej jush keni nevojë të pushoni dhe ndoshta është edhe sezoni verës, keni punuar gjatë gjithë vitit dhe prisni që t'i bëni këto pushime, por ndërkohë mund t'jeni dhe duke harxhuar disa para. Për pjesën tjetër do investoni në marrëdhëniet tuaja nga ana emocionale gjatë verës. Ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta ju do rrisni të ardhurat tuaja në verë, për një pjesë tjetër mund të bëni dhe një punë të dytë, mund të keni një partneritet të dytë, një bashkëpunim ose diçka tjetër. Gjithsesi keni nevojë për pushime, por duhet keni kujdes edhe pak me shëndetin tuaj. Dhe shohim këtu se çfarë kërkoni, çfarë do kërkoni gjatë verës. Dhe dolën vetë letrat. Shoh që kam energjit shenjave të ajrit, por dhe shenja e luanit, që është në muaj ngusht, më tepër kjo pjesë. Dhe tregon që ju nuk e di, por do keni sekrete, do mbani sekrete gjatë kësaj periudhe, mund të jetë një njohje, lidhje ose marrëdhënie që e mbani sekret. Në rastin tjetër mund të jeni edhe duke vrojtuar dikën në mënyrë sekrete, por shoh që është diçka që do t'ju japi lumturi, ju do ndjeni shumë mirë, do keni sharm gjatë kësaj periudhe dhe ju shoh që ndoshta do shkëlqeni, do ndjeni të lumtur, një pjesë prej jush do keni mbështetje nga fëmijët tuaj, por do ta mbani sekret këtë pjesë. Pjesa tjetër mund të mbani sekret që ju dëshironi të shkoni me pushime diku. Ndërsa për disa të tjerë mund të jetë një sekret që mbani te vendi i punës, por është diçka që do t'ju bëjë të lumtur, nuk është diçka negative, është pozitive. Në lidhje me çfarë do lloj situate. Ju mund të jeni në kërkim të një personi për të hyrë në një njohje ose lidhje dhe dëshironi ta mbani sekret këtë gjë. Për pjesën tjetër mund të jeni ndoshta dëshironi të bëni një surprizë te fëmijët tuaj dhe do ta mbani sekret këtë, ose fëmijët tuaj për të ardhur tek ju. Një pjesë tjetër mund të jeni në kërkim për të prenotuar një për pushimet dhe sikur nuk dëshironi ta ndani me persona të tjerë, por gjithsesi do ndjeni të lumtur. Dhe këtu kemi të bëjmë me gjitha shenjat e horoskopit te kjo pjesë. Gjithsesi mund të jeni në kërkim të një pune, do bëni veprime të fshehta edhe në lidhje me kontratat, me bashkëpunimet të ndryshme ose me karrierën tuaj, por është diçka që do t'ju japi lumturi. Dhe unë do marrë një pakot tjetër letrash për të parë se çfarë na sjell kjo energjia e shenjave të tokës, të zjarit këtu, ku jeni në pritje të përgjigjeve. Gjithsesi e marrim të përgjithshme, përfundimi për pjesën e verës. Ju shoh në dilema një pjesë prej jush, dhe letrat dalin vetë. Ju shoh në dilema. Ju do ndjeni konfuz në lidhje me një person që e prisni nga distanca. Mund të jetë një distancë e shkurtër, mund të jetë një distancë e gjatë, por ndërkohë mund të jeni konfuz edhe në lidhje me një udhtim që dëshironi të bëni. Mund të jetë një udhtim jashtë shtetit, mund të jetë një udhtim për pushime, por ju shoh që do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje. Gjatë verës do keni pasion, do keni romanca gjatë kësaj periudhe. Por do jeni dhe në dilema me këto romanca, ose do ndjeni pak konfuz brenda vetes tuaj. Në lidhje me punën, ju shoh me qëllime në veten tuaj, do keni kontrata të rëndësishme, bashkëpunime për një pjesë tjetër. Këto kontrata mund të jenë edhe ju dëshironi të shkoni nga një qytet në qytetin tjetër për një punë ose diçka tjetër, dhe ju shoh që ju do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë. Ndërsa për disa të tjerë mund të jenë udhëtime për pushime, mund të jenë udhëtime për punë, udhëtime jashtë shtetit, mund t'i merrni si të doni. Dhe përsëri ju shoh në dilema. Disa prej jush mund të jenë midis dy historive. Një pjesë tjetër mund të jenë midis dy punëve. Ju keni një punë, dëshironi të shkoni, mund të keni kapur një punë tjetër, që mund të jetë në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, dhe shoh që nuk do dini çfarë të bëni në lidhje me këtë gjë. Ose ju do t'i peshoni gjërat
t'i vini në peshore dhe të mendoni se cila nga këto punë ju sjell të ardhura më të mira, ose në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim. Për pjesën tjetër, do ndjeni në dilema në lidhje me udhëtimet. Mund t'jenë udhëtime për pushime, mund t'jenë udhëtime pune, gjithsesi nuk do t'dini çfarë të bëni gjatë verës, ose edhe në lidhje me projektet, me bashkëpunimet. Dhe ja ta shohim me çfarë ka lidhje kjo pjesë, dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, të zjarit, të tokës. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Shoh një fitore, një sukses. Ju do harini të dilni nga këto situata dilemash, do t'i bëni udhëtimet, ju shoh, do ndjeni shumë entuziast, do ndjeni shumë të suksesshëm gjatë verës, dhe këtu flasim, do keni sukses në dashuri, do keni sukses në njohje të reja, sukses në romanca, në flerte që do keni, por edhe në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër, ju shoh do shkoni në një udhëtim dhe aty do ndjeni shumë mirë. Ndoshta aty do rrethoheni dhe nga persona të tjerë. Për disa të tjerë, është një sukses në punë, në punën që ju do filloni, sepse do harini që të dilni nga këto dilema, dhe do niseni dhe për udhëtime, ju shoh. Tham që udhëtimet mund të jenë udhëtime pune, udhëtime për pushime, udhëtime për shkuar pranë familjes, gjithsesi ju shoh të rrethuar me njerëz gjatë kësaj vere. Dhe kemi përsëri energji zjari, shoh një komunikim shumë të fortë nëpërmjet rrjeteve sociale, disa prej jush mund të kenë njohje nëpërmjet rrjeteve sociale, një pjesë tjetër do keni një lidhje shumë të fortë me internetin, disa prej jush do aplikoni nëpërmjet internetit me emaile, ndoshta për një vend pune, për të shkuar diku, për udhëtime të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi ju shoh që do keni lajme të mira, do veproni shumë shpejt në lidhje me këto lajme që do merrni, dhe shoh udhëtime të shpejta që do keni dhe fluturime gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh që nuk e di, por jemi dhe energji e shenjave të tokës, ju shoh që do jeni në situata, ndoshta do ndiheni pak të pakënaqur, edhe pse do merrni lajme, edhe pse do lëvizni, ose ju keni punuar shumë fort dhe tani mund të keni dhe ide në lidhje me pushimet ose situata të ndryshme që ju mund të keni. Një pjesë prej jush mund të ndjeni dhe pak të pakënaqur, ju shoh. Dhe shoh që ju keni nevojë të pushoni, jemi te energjia e shenjës së demit, keni nevojë për një pushim. Ndoshta që ju të merrni atë energjinë e nevojshme për t'i dhënë, për të marrë atë energjinë dhe për të dhënë, për të marrë fuqinë, për të ecur përpara, për të vazhduar normalisht mbas pushimeve. Dhe për t'i dhënë drejtim situatave të ndryshme që keni. Për një pjesë prej jush që mund të jenë të pakënaqur, shoh mund të jeni të pakënaqur nga puna dhe dëshironi të bëni ndoshta diçka tjetër, dhe jeni duke menduar, duke aplikuar nëpërmjet internetit, por do ta mendoni mirë këtë gjë dhe do t'i jepni drejtim. Kemi përsëri energjitë shenjave të zjarit, ju shoh ju do çliroheni nga situata të vështira, të gjithë ju. Këto mund të keni kaluar situata të vështira në lidhje me dashurinë, dhe ju do t'jepni fund për të bërë një fillim të ri, për të futur në një njohje të re. Një pjesë tjetër, ndoshta në marrëdhëniet tuaja, duke shkuar me pushime, aty jepni fund disa situatave të lodhshme, ndërsa për një pjesë tjetër ju do liroheni nga punët që keni bërë gjatë vitit. Dhe do çliroheni, sikur nuk e di, dëshironi ta hiqni këtë barë dhe peshë që keni mbajtur gjatë vitit në shtëpinë. Disa prej jush do mbyllni projekte, bashkëpunime të ndryshme gjatë kësaj periudhe për të filluar diçka tjetër. Dolën shumë letra, nuk do t'i lexojmë. Dhe shoh një realizim, kemi kartën e magjistarit, ju do arrini të realizoni të gjitha gjërat që dëshironi gjatë verës. Ju do realizoni një njohje, lidhjet që dëshironi, dhe këtu flasim, do realizoni gjithçka nga ana emocionale, në lidhje me dashurinë, në lidhje me pasionin që do keni,
por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, po shoh që do keni dhe një komunikim shumë të mirë. Kjo ka lidhje dhe me pjesën e dokumentave, sepse nuk e tham në shumë letra këtu, e tregon që do keni edhe fillime të reja, mund të jeni në kërkim të dokumentave gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, nuk e di, por mund të zbuloni dhe një sekret, një të fshetë aty. Gjithsesi unë shoh që do realizoni gjithçka deri gjatë kësaj vere. Do realizoni udhëtime, njohje, lidhje në marrëdhëniet tuaja, do keni emocione dhe pasion, por do realizoni pjesën e dokumentave, ndoshta për një pjesë për jush udhëtime që doni të bëni jashtë shtetit ose për të shkuar në vendlindje, por shoh realizim në të gjitha fushat. Shoh që keni bërë shumë durim. Keni bërë shumë durim në lidhje me të gjitha situatat që keni kaluar gjatë vitit dhe do mundoheni që t'i lini mbrapa për t'u qetësuar. Dhe ju shoh që ju do jeni shumë më pozitiv gjatë verës, do ndjeni me entuziazm, do vini një rregull në gjërat që ju doni për të shkuar dhe për të kaluar një kohë më të gëzuar me njëri tjetrin. Dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Ju shoh që ju do merrni lajme të mira, do keni takime gjatë verës, do ndjeni shumë entuziast, ju shoh bashkë të lidhur ndoshta me familjen, organizoni, jo vetëm shenjat e ujit, të gjitha shenjat. Do organizoheni me familje dhe ndoshta keni bërë shumë durim deri në momentin që të vi ky moment për të kaluar pushimet. Dhe ju shoh që do ndjeni shumë të kënaqur, do ndjeni të gëzuar, do jeni entuziast, ndërsa një pjesë tjetër do keni lajme të mira në lidhje me studimet, në lidhje me dokumentat, në lidhje me punën, nga ana ekonomike ju shoh. Por shoh që ju sikur do çliroheni, do gjeni qetësim gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh përsëri një sekret, një të fshetë, nuk e di, diçka të fshetë, doni të mbani lajme të fsheta, nuk e di. Është pak ja ta shoh se çfarë na nxjerr shtata e shpatave, kemi energji ajri. Ju do mbani të fshetë një dashuri. Ju shoh. Një sekret do mbani në lidhje me një njohje që mund të keni, në lidhje me flertet ose romancat që ju do keni gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë do keni dhe takime që do t'i mbani të fsheta gjatë verës. Në marrëdhënie nuk e di, shoh dhe aty diçka, një sekret, por edhe në lidhje me punën tuaj, me partneritete të ndryshme, ju do keni bashkëpunime dhe partneritete, por do t'i mbani pak të fsheta, ose në rastin tjetër ju do përdorni një lloj strategjie në lidhje me një person gjatë verës. Ndoshta për të arritur te ky person do përdorni një lloj strategjie. Dhe shoh që keni takime, shoh shumë dashuri, shumë emocione, por disa do dashurojnë gjatë verës, mund të futeni në njohje, në lidhje. Është një energji shumë e bukur që erdhi, dhe këtu kemi përsëri shenjat e ujit, dhe ju do lini mbrapa situata të vështira që ju mund të keni pasur, në lidhje me situata konfliktesh që mund të keni pasur, një pjesë tjetër në lidhje me padrejtësi që mund të jenë bërë, dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me marrëdhëniet, me punën, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që mund të keni. Dhe ju shoh përsëri që ju do jeni gjatë gjithë kohës në kërkim të gjërave të reja. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga ëngjëjt për të parë se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin. Dhe doli faktikisht do t'i përziej edhe një herë sepse nuk jam përzier mirë. Dhe ju thotë, kemi energjitë shenjave të ajrit, gjithsesi, mesazhi për ju është një moment zgjedhjeje. Në qoftë se ju jeni në kërkim të një personi, atëherë bëni zgjedhjen tuaj, jeni ju ata që do zgjidhni. Në rastin tjetër, në qoftë se jeni në kërkim të një pune ose doni të ndryshoni një punë,
ose jeni në kërkim për të shkuar me pushime, jeni në kërkim të dokumentave, por edhe në lidhje me çështje familjare, me situata të ndryshme që mund të keni, atëherë bëni zgjedhjen tuaj. Mësoni sa të mundeni nga situatat e vështira që ju keni kaluar për të bërë zgjedhjet tuaja. Duhet të bëni ndryshime, thot. Është momenti që të lëvizni dhe të shkoni diku për të ndryshuar atë të përditshmen tuaj. Ndoshta për të shkuar me pushime ose për të ndryshuar situata që mund të keni në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe për të ndryshuar dhe vendin, për të marrë atë energjinë e nevojshme, por duke bërë ato zgjedhjet. Zgjedhja mund të jetë zgjedhja e një vendi, e një mund të jetë zgjedhja një guide ose diçka tjetër, nuk e di, por në çfarë do lloj situate duhet të bëni zgjedhjet tuaja. Atëherë, kjo ishte për ju. Uroj vërtet të jetë një verë e mbar për gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjohemi në videon e radhës.